Tashe disa vite, të rinjt e fshatrave të Gjakovës në mënyrë vullnetare dhe me financim nga besimtarët dhe familjet e tyre, dekorojnë famullit e kishave, duke i shndruar ato në atraksione dimrore që tërheqin mira vizitor gjatë muajit dhjetor. Famullia Pjetërshanit, e cila përfshin disa fshatra, është një nga atraksionet që është bërë i njohur për dekorimet festive të Krishtlindjes. Natyrisht, kjo është një punë që bëhet për vitesh, jo vetëm këtë vit, por këtë vit kemi filluar me punime në datën 18 tetor dhe kanë vazhduar punimet intensivisht nëpërmjet angazhimit të vullnetarëve, të rinjve të famullisë, por edhe nëpërmjet kontributit dhe bujarisë së besimtarëve të kësaj famullie. Hera e parë që kanë filluar me këtë mënyrë të dekorimit ishte viti 2009. Dhe pastaj vit pas viti kanë vazhduar dhe është rritur edhe interesimi edhe kreativiteti i trinjve për ta dekoruar këtë ambient të mrekullueshëm të kësaj kishe që është tashmë prej vitesh shumë e vizituar dhe preferuar për shumë qytetarë dhe njerëz të cilët dëshirojnë të vinë dhe të kalojnë qaste dhe momente të mira me njëri tjetrin, por edhe relaksuese sigurisht nga angazhimet e shumta në jetën e përditshme. Në fillim sigurisht kanë qenë vetëm banorët e vendit të zonës, por me kohë është rritur interesimi edhe i njerëzve, i qytetarëve nga Gjakova, pastaj me larg Gjakovës, nga Prishtina, madje edhe nga Shqipëria kemi pasur dhe kemi shpeshherë vizitorë sidomos vikendeve. Kështu që interesimi dhe kurioziteti i njerëzve është i jashtëzakonshëm i madh, por mbi të gjitha për të kaluar momente të mira, sepse vetë ambienti e krijon atë klimë në mënyrë që të ndjehen mirë të gjithë ata që vinë këtu. Përveç se mund të shijojnë dekorimet festive, vizitorët kanë mundësi të shërbehen edhe me pije të ngrohta në shtëpizat e vendosura brenda këtyre hapësirave. Banorët theksojnë se kjo traditë, tashe disa vite, tërheq me mira vizitor nga të gjitha vendet. Dëshiroj të kësaj se ndriçimi dhe dekorimi i ambientit për festën e Krishtlindjeve reflekton identitetin kulturor dhe frymën perëndimore që karakterizon, do të thotë, këtë vend dhe banorët e këtij vendi, po ashtu dekorimi për festat e fundvitit është edhe një reflektim i një ngrohtësie që arrin të bashkojë të gjithë njerëzit pa dallim, të cilët në paqe, gëzim dhe harmoni arrin të përjetojnë magjinë e festave të fundvitit.